Festa e ullirit në njësinë administrative Dushk është kthyer në një traditë që promovon pasurinë bujqësore dhe kulturën e ullirit në këtë zonë. Prodhuesit e ullirit, banorët dhe vizitorët u mlodhën bashk për të festuar në fshatin Dushk me një panair me prodhime vendase, koncert me muzikë, këngë valle popullore, vjersha për ullirin nga nxënësit e shkollës së bashkuar Dushk dhe degustime të vajit të freskut të ullirit organizuar nga Bashkia e Lushnjës. Ulliri për zonën tonë nuk është vetëm një pemë. Ulliri është pasuria jonë, krenaria e brezave që punojnë tokë me dashuri. Ajo është simboli i jetës dhe i punës së ndershme. Kur vjesha troket, si edhe vjelin e tij. Shumë njerëz të zonës sonë përdorin mënyra tradicionale, të cilat kanë kaluar brez pas brezi. Çarçafët e bardh shtrihen në pemë, degët dhe lehtë dhe ullin bie si pika të zeza në çarçaf. Familja apo midis rreshtave, mbeten në kujdes ujin të veçë dhe i vendosen nëpër shporta. Aroma ullimit të freskët përzihet me erën e tokës dhe dielli i cili çon pa pushim nga që ky moment të duket si një pikturë. Ku ullit janë mbledhur dhe çarçafët zbrazur, zona mbushet me aromën e vajit të freskët. Shport pas shporti shkon në mullin dhe aty çdo kokër pret me paturim të shndrohet në një pikë të artë. Vaji që del është i shmuar, i pastër dhe tregon punën, durimin dhe dashurinë e njerëzve të zonës sonë. Shisha që mbushet me vajin e artë përfundohet në pitryes, duke ndriçuar çdo shep të shtëpisë. Kjo dhuratë tregon pasurinë që na jep zona jonë e Myzeqes. E pranishme në këtë aktivitet ishte kryetarja e bashkisë Eriselda Sefa që shoqëroi nga deputeti i Partisë Socialiste Elton Korreshi. Organizime të tilla e ndihmojnë zonën se i shtojnë numrin e konsumatorëve dhe blerësve të produkteve bio, sidomos të vajit të ullirit që është përfaqësimi i zonës, thon fermerët. Në rast se shiten mallat ka vlerë shumë. Ne dalim për ta shitur mallin. Kam vaj, ullinj, mjal, raki, verë që bivet dhe verë të bardhë dhe verë të kuqe. Zoni si ky paneri, vjen në ndihmë zonës? Shumë. Është zonë shumë e njohur për prodhimin e ullirit dhe për prodhimin e vajit. Ka një nga vajrat më të mirë në të gjithë Shqipërinë, nga zona nga ura e Rrogozhinës deri në dalë të Lushnjës ka vajin më të mirë në gjithë Shqipërinë. Më shumë se ndihmon është një mesazh. Nuk shohim në një mes nga ky panair. Si vjet është shumë vit i dobët. Për shkak të modit presim 40-50% të vitit të vjeçëm. Dhe për shkak të shirave dhe ndryshimit të klimës të hershme, është frika e infeksionit se do ketë edhe infeksion. Çka do ndikojnë në cilësinë e vajit, për më tej. E mira është që ullit filloj të vilet sa më shpejt për të shmangur infeksionet. Duke qenë se Dushk është një zonë që prodhon shumë ullit, a ndikon kjo në ekonominë të zonës? Ndikon. Shumë fermerë janë të varur nga fruti i ullirit.